Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje. Mes qindra mbështetësve të Aleancës për Shqipërinë Europiane, Erion Veliej nga Baldushku ka prezantuar atë se çfarë ai do të ndryshojë në këtë zonë me votën e 21 qershorit. Me votën e 21 qershorit, ne votojmë që të vi ujë në Baldushk Qendër, në Ballaxhias, në Veski, në Mustafa Koç, edhe në Balshaban. Me votën e 21 qershorit, ne pastrojmë rezervuarin e Veskis, Mustafa Koçit, Parretit, Ballaxhiasit. Me votën e 21 qershorit ndërtojmë urën Koçaj Veski, që asnjë fëmijë, asnjë infermer, asnjë që do të shkojë në shkollë ose në punë, të mos pengohet nga ura. Por Veliej është përgjigjur dhe sulmeve të Partisë Demokratike, të cilat sipas tij vijnë pasi ata po e ndjejnë humbjen. Këta po e ndjejnë humbjen. E dini nga aprovohet, nga fakti që ka dalë Saliu nga shpella dhe fillon shang gjithë familjet e Shqipërisë. Po e ndjen humbjen, ndaj ka dalë dhe përplitet. Po e ndjen humbjen këtu në Baldushk. Flet për qartë se s'ka alternativ. Por çfarë i duam ne këta këtu në Baldushk apo në Tiranë, që të flejnë gjuhë me gërhima dhe 4 vjetera? Jo. E duam bashkinë në punë. E duam bashkinë në punë 24 orë, 7 ditë javës, 365 ditë vit.